Themi te historia jonë, vargje 18-19, Luka thot, për këtë djaloshin, në fakt, Jezusi thot, për këtë djaloshin edhe vazhdimi i historisë, dhe ky djalosh i thot, do të qohem, do shkoj tek i mat, dhe do t'i them, atë më katova, kundër qiellit edhe para teje. Ja futa kot para Zotit, ja futa kot para teje. Nuk jam më ide të quhem as syt birë, trajtom si një nga mëditësit e tu. Edhe është prandaj në këtë pikë, edhe është e dyta që na ndihmon të qëndrojmë të lirë, rrëfe me përullësi, por rrëfej të dyve. Edhe para Perëndis, edhe para dikujt. Edhe para të tjerëve. është pjesë e lirisë që duam ta bëjmë këtë gjë, të rrëfejmë para Perëndis edhe para njerëzve. Sepse shiko, na njerë kur rrëfejmë vetëm para Perëndis, e di çfarë ndodh? Ndodh që kthehemi e bëjmë të njëjtën gafë prapë. Kurse kur e rrëfejmë para Perëndis, marrim faljen e tij, por gjithashtu e rrëfejmë edhe dikujt, ai dikushi Naman të përgjegjshëm. Sepse nga i herë, shiko, kur e vendos synimin me veten, ti e ke dëshirën e mirë, por ratosh edhe harron prapë. Për shembull, unë kam një synim disa vjeçar. Si ja them njeriu, po ja them vetes. Edhe synimi im çdo vit është do të psohem të vit. Të vit do bëj diçka për shëndetin. Do filloj palestër, ose do filloj këtë, do filloj atë. Edhe kam këtë ide ndarke. Kur zgjohem jes, se ka ma. Sepse ka majt vetëm e veten time. Shiko, kur ke dikë që të mamë përgjegjës, ose që ecën me ty, ose që shkon të palestra me ty, ose që të ndihmon, kjo të ndihmon shumë. Edhe për këtë arsye këtë vit, çdo të martë në orën 3, bëj bisedë me një shokun tim, 3 deri 3 gjysmore. Unë mbaj përgjegjës atë, ai më man përgjegjës mua. Edhe kjo na ndihmon bashkarisht. Se shiko, kur ke vetëm dëshirën e mirë, ne kemi shumë justifikime. Unë kam dhe justifikime shpirtërore për të mos shkuar palestër, sepse e di se për një orë që mund të jetë si unë, ose unë mund të përgatis një mesazh të papam. Edhe mund të bëj këtë, edhe mund të bëj. Kam dhe justifikime shpirtërore, se shiko, njeriu po kërkoj justifikime, e disa shumë gjen shumë. Edhe sepse ne e ti ke gënjem më shumë në botë, në njëri më thot, çuna më thot, mamin gënjem më shumë në botë, se i marr ato 5.000 lekë kollaj. Më shumë në botë gënjem veten tonë. Njeriu që gënjem edhe që e mashtrojmë më kollaj, ja bëjmë zborin vetes tonë. Por përfshi dikë. Pse? Sepse sjell shërim. Shive çfarë thot Jakobi. Jakobi thot kështu: rrëfejeni fajt njëri tjetrit. Sa bukur. Lutuni për njëri tjetrin, pjesa fundit, që të shëroheni. Që të shëroheni. Kur e kërkon falje Perëndis, e di çfarë ndodh? Merr faljen e tij. Kur rrëfen Zot më fal për këtë gjë. Merr faljen e tij. Por shërimi kur ndodh sipas vargut? Shërimi ndodh kur bëm pjesën e dytë të ekuacionit. Kështu që për ta përjetuar këtë lirinë edhe këtë shërimin tamam që Perëndia ka për ne, është ky sistemi që ka dhënë Perëndia. T'ia rrëfesh Perëndis një, edhe t'ia tregosh dikujt që mund të lutet për ty, është e dyta. Pra e të nxis, ti jesh pjesë e grupeve të vogla gjatë javës, edhe explore, get free, çiftet, youthët, kids, ose filloje vetë një grup të vogël. Je pjesë e një grupi të vogël. Qëllimi i çdo ngjarje në ICF është të afrojë ty më afër me Perëndin, por së dyti që është pa aq e rëndësishme, të afrojë më shumë me njëri tjetrin. Të afrohesh më shumë me njëri tjetrin, që të flasësh me dikë, që mund të lutesh për dikë dhe ai dikushi të lutet për ty. Edhe kjo është fantastike. Shiko, jeta e dikujt, ata them troç, jeta e dikujt mund mos ndryshoj, kush e di, nëse ti vjen
52 javë në vit, edhe nuk mungon as për ditë vere, as për pashk, as për asin ditë, asin diel. Edhe gjasat janë që jeta jote mund ndryshoj, por jo në ndryshim madh. E di ku ndryshon në ndryshimi madh, kur je pjesë e grupit vogël. Kur ti hap zemër me dike. Edhe kur ai dikush vendos dorën dhe lutet për ty. Edhe ti lutesh për të, anasjelltas. Perëndia na fal kur rrëfejmë, por na shëron kur. Na fal kur i rrëfejmë atit, por na shëron kur rrëfejmë. Kur i rrëfejmë njëri tjetrit. Kështu që se cili nga ne ka ato të shkuarën e tij, edhe në herë shkuara s'na lej të ecim përpara. Prandaj dua t'ju nxis shumë për të qenë pjesë e Get Free që filloi javës kaluar. Besoj edhe këtë javë është java e dytë, është më lehtë për të përfshirë, është për 10 javë, javës kaluar ishin 16 veta, edhe ka vend për më shumë aty. Edhe nëse për dikë që e shikon veten që do të përfshihet në ICF, Explore dhe Get Free janë si thush fillimi i gjës. Hajde shkojmë te historia jonë, shkojmë tek veprat e Luka 15 vargu 20. U qua pra. Atëherë i thiri mendjes, erdhi me vete, kërkoi e kuptoi situatën, edhe u qua dhe shkoi tek Ati. Edhe kur ishte ende larg, i Ati e pa me dhe mshuri, u lshua me vrap, ra në qafën e tij dhe e puthi. Që i bie ka gjasa që ai ka qenë duke e prit gjithkohës. Ka gjasa që ka qenë çdo ditë babai duke qenë duke prit edhe uru tash sot i kthehet birim sot. Noshta është sot. E njëjta gjë, Ati Perëndi është duke prit për dikë, duke thënë mos është sot dita që ti do kthehesh tek ai. Edhe kur e pa vrapoi tek ai.